Urdhrozge. Zonja Xhandan, erdhi zotri Yüxheli. Dëshiron të takohet me ju. Cili Yüxhel? Yüxhel Uluda. Në rregull, le të vi. Prisni. Përshëndetje, zotri Yüxhel. Përshëndetje. Si duket ti nuk më prisje mua, zonja Xhandan. Përbes pse të gënjej, unë nuk e dija se të kanë liruar ty. E kaluar qoftë. Faleminderit. Më liruan për shkak të sjelljes. Ashtu, ha? Po. Edhe për mua ishte surprizë. Çka tu ofroj juve? Nuk dua asgjë. Nuk do qëndroj shumë. Do i lajmëroheni dikujt. Jo, unë duhet të mbaj një mbledhje me një klient, prandaj. Bisedo, do të presun. Jo, nuk është me rëndësi, po ju dëgjoj juve. Pasi unë dola, ti sërish do jesh avokatja ime. Si ashtu? Si ashtu. Ti nuk ishe avokatja ime? Po, por... E kuptova. Ke frikë. Oh, jo, shpirt, pse të frikohen? Sigurisht zemër, nuk ka asgjë për të friksuar. Pse të friksohesh? Tani më dëgjo mirë. Sa të kam paguar ty? Shumë të kam paguar, apo? Edhe shtëpinë ku jeton e bleve me paratë e mia. Në rregull. Për çfarë bëre ti si shpërblim? Duhej të më shpëtosh nga burgosja. Por nuk e bëre. Pse? Pasi ti nuk e bëre punën tënde, zonja Xhandan. Më mashtrove. A kështu mendon ti? Si të mendoj ndryshe? Nëse ti e bëje si duhet punën, ato dëshmi nuk do të binin në dorën e gjykatësit. Por mos u brengos, do t'jap edhe një mundësi. Kësaj radhe do ta bësh si duhet punën tënde. Tani e tutje nuk do të arsyetohesh se sot kam punë, sot kam gjykim. Që tani e tutje unë jam klienti yt më i mirë. A u morën vesh? Zotri Yüxhel, përbes ndoshta unë me të vërtet nuk mund t'i kuptoj problemet tua dhe nuk mund t'i zgjedh. Unë nuk arri që ta bëj këtë. Si thoni që unë t'ua propozoj juve një shokun tim avokat shumë të mirë? Mos thuaj. Po, në lidhje me gabimet ekonomike. Zonja Xhandan, una kam sy që ti të mendosh se pas gjithë atyre parave që ti dhash ty, të shkoj te avokati tjetër? Jo. Nuk kam, ti di shumë gjëra për mua. Kjo do të thotë se tash e tutje pagesa do t'jetë e vogël. Tani po shkoj, kam punë tjera që duhet i bëj. 2 procese gjyqësore po vazhdojnë ende. Topin e ke ti. U kuptuam? Unë nuk e kam zakon që ti mërzis zonjat e tilla siç je ti. Por burgu e bën më agresiv njeriu. Se dia e di këtë. Kërkoj falje. Hajde ditën e mirë. Të bën të fala vlla Haruni, zonja Xhandan. Hajde, Xhandan, kjo është mundësia jote e fundit. Asesi nuk arrita t'ja shpjegoj Dilarës. Nuk arrita t'i tregoj se Haruni ka problem me mua. Ajo s'kupton. Ajo më ndonë se unë e xhelozoj Harunin. Ajo më thotë se unë duhet ta pengoj lumturinë e saj. Por është e kundërta. Unë dua që Dilara të jetë e lumtur. Me që kur ajo është e lumtur, edhe unë jam edhe më i lumtur atëherë. Në rregull, po ti nuk i tregova asaj para që të bëri Haruni. I tregova, por s'kupton ajo. Më pa të thënë se e kini ka gjetur fotografitë e kanit, e tregove ato? Ja tregova. A kjo është dëshmia jote, më tha. Ka të drejtë, edhe unë po të isha në vendin e saj nuk do i besoja. Është një fotografi që nuk dëshmon shumë. Në një mënyrë ka një rrugë që mund t'ja tregosh të vërtetën, por si se? Ne duam të gjejmë një dëshmi të fortë. Po, Yıldırım. Por nuk mund të gjej, duhet ta gjej. Disi duhet të gjej diçka, kur më kujtohet po çmendem.
Njeri është maniak, ai është njeri i keq, pa shpirt, i pamoralshëm. I pamoralshëm është, Yıldırım. Unë kaq budalla kam qenë, njeri u ka hyrë në brendin e familjes tonë dhe unë se kam parë këto. Gjihan, sërish si çdo herë mos e akuzo veten. Ti prenga do ta dije këtë qëllimin e Harunit. Sa fundmi ai është një njeri që ka qenë bashkë me ty para 20 vitesh. Edhe atë nuk e kuptoj unë. Një njeri si ka mundësi që 20 vjet ta mbaj këtë urrëtie. Tërë jetën ka menduar si ta kmerret. Ai më llogarit mua përgjegjës edhe për vdekjen e Hajalit. Në rregull. Por a me të vërtet ka bërë vetvrasje ajo? Nuk e di, Yıldırım. Haruni më tha kështu. Ai nuk dukej sikur po gënjen. Ndoshta edhe ka bërë aksident, nuk e di. Shiko, nëse në kokën tënde ka një dyshim sa më të vogël për këtë gjë, atëherë unë mund të gjej një ekspert dhe ta verifikoj këtë gjë. Të vërtetën mund ta nxjerrim në shesh. Në rregull, bëje këtë, Yıldırım, të lutem bëje. Do ta bëj, miku im. Unë nuk e lash Hajalin. E lash, por asnjëherë nuk desha që të lëndohet dhe të mërzitet ajo. Që në fillim të lidhjes tonë kuptova se nuk do të mundemi të jemi bashkë. Asnjëherë, ai ishte shmendur, ishte shumë xheloza, më shqetësonte shumë mua. Yıldırım, edhe ajo nuk do ishte e lumtur. U mundova të ndahem prej saj duke mos e mërzitur dhe lënduar atë. Kur Haruni më tha se ajo bëri vetvrasje për ty, Yıldırım, e gjithë bota më shkatrua, shpirti më tësh. Shiko Gjihan, ne nuk e dim se a bëri vetvrasje apo bëri aksident ajo. Do ta kuptojmë. Edhe nëse ka bërë vetvrasje ajo, ti nuk je fajtor për këtë. Sidomos familja jote nuk është as pak. Unë mund të jem, Yıldırım, mund të jem. Por ke të drejtë, familja ime nuk ka faj. Nuk ka. Haron, ka sa ditë që fare nuk pyet për Gülseren'in ti. Pse të pyes motor, ti din ta bësh punën tënde. Para disa ditëve provuam një fustan të bardhë, ajo sikur fluturonte nga gëzimi, por sot ajo duket shumë e shqetësuar. Pse, çka ka ndodhur? Nuk e di, e pyeta por nuk më tregoi asgjë mua. Sërish mundohu ti kuptosh. Qidem, më falë, në telefon bisedoja. Me rregull shpirt, me rregull shifemi, miru pafshim. Eja bukuroshe. Motra qidem desha të pyes diçka. Gülseren, pse dukesh kështu ti? Çka ndodhi? Unë jam shumë keq. Çfarë ndodhi bukuroshe? Unë edhe Gjihani nuk mund të jemi bashkë. Mos qaj e vetë me ime, shpirti im, ti puth ato lotun ty, mos qaj bukuroshe, çdo gjë do të rregullohet shpirti im. Faleminderit. Ky njeri nuk do të ndalet, Gjihan, nuk do të ndalet. Ai do të bëjë çmoz dhe do të gjejë një rrugë dhe do të martohet me Dilarën. Asnjëherë nuk e lejoj këtë. Çfarë do të bësh? Nuk e di, nuk mund të lejoj. Unë do lejoj që Dilara të martohet me atë maniak, Yıldırım? A je i çmendur ti? Urdhëro. Zupa! U bë për mrekulli. Të lumshin duar. Edhe kjo mbaroi. Përshëndetje. 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 Mirë se erdhe vëlla. Nuk erdha për të mirë. Ende nuk e keni paguar qiran? Vëlla, tani po pres që të më sjell dikush parat. Nuk kemi pas shumë punë. Më një herë do ta bëj pagesën. Jo, unë e kam një plan tjetër. Çfarë plani? Unë më nuk ju dua këtu juve. Çka? Çka po thua ti? Oskar, dalu pak, dalu. Vëlla, çfarë po thua ti? Unë kam kontratën në duar. Çfarë është kontrata? Ka kaluar gjysmë e muajt e ju ende nuk e keni paguar qiran. Për cilën kontratë flisni? Shiko vlla, unë nuk mund vrapoj pas teje. Ju ose më jepni parat për një vit qira, ose më lidhni tesha dhe largohuni prej këtu. Shiko, ne po të thrasim vëlla këtu. Çfarë? Oskar, dalu të lutem. Shiko një minutë. Oskar, mos u përzihe, të lutem. Vëlla, ti ja nuk din matematikë vëlla? Bëj një llogari. Ti po flet për një qira për një vit?
Mua nuk më intereson. Gjej ku të gjesh. Unë kam shumë klient për këtë dyqan. Ka shumë njerëz që presin në radhë. Unë po t'jap një javë kohë. Mendohu mirë që se cili prej nesh ta shikoj rrugën e vet. Hajde miru pafshim. Dash që t'janë gjirë plek mezi nga koka këti. Dal, duro pak, duro, mos më zgjidh probleme edhe ti tani. Vëlla, njeriu flet për qira për një vjet. Ne me zi e sigurim kafshatën e Bukës këtu. Qa do thot qira për një vit? Po na shihet fundi vëlla, po na shihet fundi. Engin vëlla, mos fol kot se koti. Mos më irrito tani mua.